I dyshuari për spionazh Fatmir Sheholli ka kërkuar ndihmë mjekësore në Spitalin Rajonal të Gjilanit dhe momentalisht po trajtohet aty. Siç raporton Kallxo.com, Sheholli një ditë pasi ishte caktuar masa e paraburgimit, kishte kërkuar ndihmë mjekësore dhe më 11:10 u dërgua në spital. Fatmir Sheholli momentalisht është i hospitalizuar në Spitalin Rajonal të Gjilanit. Lajmin e ka konfirmuar ushtruesi i detyrës së drejtorit të spitalit Afrim Cana. Pacienti është pranë NUDIE, ka ardhur me disa ndryshime në shëndet pas kontrolleve që i ka bërë në emergjencën në Gjilan. Ai është hospitalizuar në spital, ku edhe është duke u trajtuar, ka thënë ushtruesi i detyrës së drejtorit të spitalit të Gjilanit. Kallxo ka provuar të marrë një përgjigje nga gjykata themelore e Prishtinës për rastin, por gjykata ende nuk ka kthyer një përgjigje. Më 10 tetor, gjykata e Prishtinës i caktoi masën e paraburgimit për një muaji të pandehurit Fatmir Sheholli, dyshuar për spionazh për llogaritë e Serbisë. Përmes një njoftimi, gjykata beri me dije se kishte miratuar kërkesën e prokurorisë për caktimin e masës së paraburgimit ndaj Shehollit. Gjykata vlerësoi se caktimi i masës së paraburgimit në këtë çështje penale është masë adekuate, sepse nëse i pandehuri lihet në liri, ekziston rreziku i arratisjes, mund të shmaket procedurës penale dhe se i njëjti do të jetë i pakapshëm për organet e drejtësisë, duke qenë se ai dyshohet për veprën penale të një rrezikshmërie shumë të lartë, përkatësisht për veprën penale spionazhi, thuaj në njoftimin e gjykatës së Prishtinës. Fatmir Sheholli u arrestua më 9 tetor nën dyshimet për spionazh nga Prokuroria Speciale dhe Agjencia e Kosovës për Inteligjencën. Sheholli dyshohet se për një kohë të gjatë ka vepruar sipas udhëzimeve të urdhrave të zyrtarit të lartë të BIA serbe Bojan Dimić. Në dosjen e Prokurorisë Speciale, thuhet se Sheholli ka qenë i rekrutuar nga BIA dhe ka ofruar ndihmë të vazhdueshme për këtë shërbim të huaj, duke mbledhur të dhëna në Kosovë, informacione dhe dokumente lidhur me disa prona kinse të uzurpuara të komunitetit serb, e po ashtu në lidhje me aktivitete biznesore, si dhe me gjendjen dhe funksionimin e institucioneve të Kosovës. Detyra e Shehollit sipas Prokurorisë Speciale ishte grumbullimi i informacioneve dhe shpërndarja e tyre në mediat online në Kosovë. Po ashtu në dosje thuhet se Sheholli ishte nën hetim nga prokuroria që nga muaji gusht i vitit 2024 dhe për një kohë ai ishte edhe në përgjim fizik. Në vëzhgime direkte sipas dosjes së prokurorisë është zbuluar edhe një skem ku Sheholli ka pranuar informacione nga BIA serbe, të cilat më pas janë publikuar në media në Kosovë për të dezinformuar publikun. Këto të dhëna pastaj sipas Prokurorisë Speciale, Sheholli dyshohet se i ka përcjell zyrtarit të lartë të BIA-s përmes komunikimeve telefonike. Sa kaq, më 7 tetor Kallxo publikoi ulëmtimin për një dosje të Agjencisë Kosovare të Inteligjencës, e cila ishte dorëzuar në Prokurorinë Speciale nga mesi i vitit 2024, ku përmendej edhe Sheholli. Dosja fliste për dyshime se si rreth 2 milion euro të fondit special të AKI-s ishin shpenzuar nga 3 ish drejtorët e këtij institucioni, Driton Gashi, Shpend Maxhuni dhe Kreshnik Gashi në periudhën kohore 2017-2020.